Dy magazina të mbushura plot me veshje, ku ishte edhe një ambient për falsifikimin e markave të tyre, u zbuluan në Tiranë. Në pamjet e publikuara prej policisë, duket një sasi e madhe e kutive brenda të cilave ka veshje të ndryshme. Më tej përmes këtyre makinerive dhe stambave të firmave të ndryshme, nga më të njohurat, falsifikoheshin duke u shitur më tej në treg me çmime të kripura. Gjithçka përpunohej në zonën e rrugës së Arbrit në kryeqytet. Policia thot se 3 administratorë të magazinave dhe një qiradhënës i tyre janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim, ku saktësohet se një ishte shtetas turk që konsiderohet si koordinator i të gjithë procesit. Në hetim janë edhe 4 punonjës, por të lënë në gjendje të lirë. Ky është operacioni i parë i këtij lloji dhe në këto përmasa në Shqipëri, ku janë zbuluar sasi të mëdha të veshjeve dhe linja e plotë e falsifikimit të markave.